ju këtë me ndonë, a gjë që ta shku poshtë në kërë në marë që ka ose të tonë të e Hanno qualcosa, coppia, FTP, un kabel FTP proxy, FTP proxy. Çato, okej, non so, metti vuoto. È stato messo uso, per tutto, con le tecniche proxy, no? Ai e përshtirë si qëllimit. Para vreshë që po mu shëtë Emi këshirë të faniti me kota, më halë, më hanë të tonë më pofa, për qëtë, e ishë me kota, më hanë të tonë më pofa. Ja, më vesh për të isha...
gati kolegi. Pa në qëmë dhe së. Dira. Beni gotovo. A jemi gati? Po. Po goti. Așa colegi, curăție. Mersi, frate. Gati? Mirë, faleminderit edhe një herë për përgjigjen pozitive në ftesën tonë për pasur konferencën e parë për ditën e sotme. Ne do ta bëjmë një rezume të një përmbledhje pra të procesit zgjedhor deri në këto orë. Si dy anëtar të kryesisë sot me mua është edhe zonja Shpresa Rama. Ne jemi të sigurt se sot votuesit do të zgjedhin një fillim të ri, se gjitha indikacionet tregojnë për një fitore të jashtëzakonshme, masive, të koalicionit PDK-AK Nisma. Po shohim një dalje shumë të lartë në zona të rëndësishme për Partinë Demokratike të Kosovës dhe partnerët e koalicionit. Ne presim që ky trend të vazhdojë. Siç e dini, kryetari Kadri Veseli ka votuar në shkollën fillore Fajkonisa në orën 10:36. Partia Demokratike e Kosovës është struktura organizative më e fortë në vend dhe ne jemi të lumtur nga raportet që po i marrim nga tereni në çdo komunë. Ne kemi parë raportime se jo shumë njerëz po votojnë në istok, por ende është herët dhe kanë mbetur dhe shumë orë të tjera për të votuar. Po ashtu ne kemi parë raporte të një zyrtari të qeverisë së Serbisë, konkretisht Marko Đurić, i cili u përpoq të ndikojë në procesin zgjedhor në Mitrovic, si dhe për mijëra serb që janë nisur nga Serbia për në pjesën veriore të vendit, ku pretendojnë të votojnë, siç njoftoi vetëm pak qaste më parë portali Koha. Ne duhet të tregojmë forcë për të kundërvënë përpjekjeve të Serbisë për të ndikuar në zgjedhjet tona. Gjithashtu, shfrytëzojmë rastin që të falenderojmë Policinë e Kosovës, Forcën e Sigurisë të Kosovës, KFOR-in dhe partnerët tanë ndërkombëtar që mundsuan sigurinë në këtë ditë zgjedhore, veçanërisht tani që të gjithë po i shoh raportet për mijëra ushtarë serb që kanë lëvizur drejt kufirit tonë verior. Faleminderit. Nëse keni pyetje, lëresh urdhrani kur të çfarë. Jam Po? Paulina Niçi nga Kazhopika. Dy asamblesë të komunës së Gjakovës, Arben Rugova dhe Artar Limani, si dhe Ilir Paldegaj, drejtori i drejtorisë administratës publike në Prizren, na e kanë konfirmuar për Kazhopikën se partia juaj PDK ka dhënë akreditimin si vëzhgues në emër të një organizate jo qeverisore. Se jo në emër të partisë. E para, sigurisht ju keni përcjellur edhe konferencat e KQZ-s, e di që në vazhdimsi jeni duke i përcjellur edhe nëpërmjet njerëzve tuaj në terren, edhe ne kemi njerëzve tonë në terren, me përjashtim të atyre gjërave të cilat sapo i thash, nuk konsiderojmë që ka ndonjë problem, këtë kanë konfirmuar edhe zyrtarët e KQZ-s, normalisht që sikurse edhe herave të tjera ndoshta tek tuk mund të pritet ndonjë lëshim ose mangësi e vogël teknike, por që nuk e pengon procesin zgjedhor. Për sa i takon asaj që thatë, ne deri më tani nuk kemi diçka të raportuar që mund të aprish procesin zgjedhor dhe nga gjitha palët dhe gjitha frontet mund të ketë informacione të ndryshme të cilat duhet t'i verifikojmë, por një është e sigurt që asnjëra prej tyre nuk e dëmton procesin zgjedhor. Ata e kanë konfirmuar për Kazhopikën. Ju e dini që ne kemi një pjesëmarrje të madhe dhe komisionerëve të vëzhguesve dhe e dini mënyra se si ata janë të ndarë dhe të shpërndarë. Natyrisht që në këto zgjedhje dhe jo vetëm në këto zgjedhje, por edhe në zgjedhjet e kaluara,
është shënuar progres jashtëzakonshëm për sa i takon organizimit, po edhe për sa i takon prezencës edhe të komisionerëve dhe të vëzhguesve të ndryshëm, edhe brenda vendit tonë, po edhe jashtë vendit tonë. Konsiderojmë që ashtu siç edhe ju e bëni punën tuaj, informata, transparenca është e jashtëzakonshme dhe duhet të ketë sa më shumë informacione të tilla, me cilat në një mënyrë apo tjetrën edhe mbrojmë edhe ruajmë procesin zgjedhor. Prandaj ne i përkrahim të gjithë vëzhguesit, edhe vendor, edhe ndërkombëtar, sa më shumë që të ketë raportime, sa më shumë që ato ndikojnë pozitivisht në mbarojtjen e procesit, janë të mirëseardhura. Do të stabilizohet që kemi konkret edhe një herë të kjo pyetja, apo i vjen që i keni mshef vëzhguesit në organizata e qeveritare se vetë kanë pranuar që e kanë marrë akreditimin ndërsa janë asambleës PDT? Absolutisht jo, atë që e thash vlen për të gjithë, po e shihni që edhe ju po apostrofoni ndoshta një raste të tilla mund të ketë për subjekte tjera në komuna tjera. Në rregull, po ne po flasim në përgjithësi për procesin zgjedhor dhe po flasim për indikacionet që ne i kemi nga tereni dhe këto indikacione, po, mirë pa janë gjëra teknike të cilat ndodhin, ndërsa e rëndësishme ato që po e themi ne, sepse ne duhet ta përshojmë mesazhin të cilin e ndjejmë nga secili që është në teren, që indikacionet janë shumë pozitive, pra për një fitore të brendshme të koalicionit PDK-AK-NISMA. Faleminderit. Pak më konkret sa i përket asaj informacionit për mira ushtar servisin e kupes. Nga këto informacione se sigurisht e grata tilla krijojnë panik. Ka pasur tendenca të tilla, tash ne kemi dy lloj situatash, një që me të vërtetë janë lajme të vërteta nga tereni dhe dyta që janë lajme të rreme që fatkeqësisht kanë ndodhur sidomos gjatë ditëve të fundit. Njerëz duhet i kundërpërgjigjemi, ashtu siç ju kemi kundërpërgjigjur dhe ne po kujdesemi, për këtë dhe falenderuam pra dhe organet tona të policisë, SSK-n KFOR-in, të cilët po e mbajnë në nivel jashtëzakonisht të mirë gjendjen e sigurisë dhe nuk lejojnë pra që grupe të tilla ta cënojnë sovranitetin e vendit tonë dhe ta prishin rrjedhimisht procesin zgjedhor. Në anën tjetër, fatkeqësisht po kemi edhe lajme të rreme, po ne besojmë dhe shpresojmë që këto lajme përbëjnë vetëm një njerim zhgënjyes për ata të cilët dojnë ta prishin procesin zgjedhor. Do të stabilizohet edhe një herë, a keni informacion kush qëndron prapa kësaj organizate të qeveritare me cilin janë akredituar? Është hera e tretë edhe 38 hera unë nuk e kam problem, edhe se këtu ka dhe kolegë gazetarë të tjerë. Ne absolutisht, jo, tema e ditës është procesi i qetë zgjedhor, janë zgjedhje. E para që po ecin mirë dhe e dyta që po tregojnë qysh në orët e hershme, pra që ka një dalje masive për fillimin e ri dhe për koalicionin PDK-AK-NISMA. Thash, të tjerat janë gjëra teknike që ne do dëshironim jo vetëm ne, po secili prej subjekteve që i ka dhe që ndonjëherë mund të jetë shkaktari i tyre, të mos e prishin imazhin e përgjithshëm të zgjedhjeve dhe besoj që këto informata dhe të tjerat janë shumë të imta dhe të zbehta krahasuar me madhështinë e procesit zgjedhor. Faleminderit. Jemi në kontakt, kur do të shka do të ka dhe në ndërkohë dhe më ndërjoj i përmën, alo? Faleminderit. Hola.